Larta Jakupi ndez rrjetin apo hyn në Big Brother? Larta Jakupi ka ngjall dyshime serioze sot, pasi publikoi në Instastory një foto të banduar si Big Brother Elionës, të cilën e quajti bukuroshja, edhe për krahu hapur duke uruar suksese. Kaq mjaftoi që rrjetet e shpërthenin me një pyetje të vetme, apo paralajmëron hyrjen e saj në Big Brother, Larta di të zgjedh momentet. Postimi i saj duket krejt i thjeshtë në sipërfaqe, por s'është hera e parë që personazhet publike hedhin një hint para se të futen në format. Sidomos kur vjen nga dikur që ka ndikim në showbiz dhe e di mirë si funksionon vëmendja. Përkraja e saj për Elionën po interpretohet si lëvizje taktike, sikur po bën lojtarët e publikut gati për diçka të madhe. Deri tani Larta s'ka konfirmuar asgjë, por një gjë është e qartë. Ky postim s'ka qenë rastësor dhe thashë themet për hyrjen e mundshme të saj në Big Brother vetëm sapo rriten. Por në botën e showbizit ka gjithmonë thashë theme dhe ngrihen shumë pikpyetje. Nuk ka ende një njoftim zyrtar, por duket se ky mund të jetë thjesht një thashë them. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.